Alternativë besoj kjo është e qytetarëve, po ashtu ajo që duhet të them është nisma shkon drejt zgjedhjeve, qoftë përmes ndonjë koalicioni i cili ka një alternativë serioze dhe ne pa një alternativë serioze shkojmë rrugës e do ta trajtojmë qoftë me të ose pa të, nisma do të jetë në zgjedhje. Ne preferojmë me një grup politik që shohemi që prani me drejtuesi i tij, leadershipi o nis gares për të fituar për të qenë kryeminist i Kosovës. Dhe nëse shohim këtë alternativë dhe këtë vizion, atëherë nisma është e gatshme me dhënë kontributin e saj, siç ka thënë, aty ku është nisma do të jetë kryeministi i ardhshëm i Kosovës. Është e preferuar për ju edhe a është një thirrje për PDK-n dhe LDK? Shiqeni, kjo që ka ndodhur na e dimë, vetë mandatimi i dytë ka pas një objektiv, zgjagimin e datës zgjedhjeve. Dhe ndash duke qenë në këto situata ngushta hapësinore të ligjore, data më e mirë, në fakt edhe imponuar është data 21 dhjetor, po mos të zgjagojmë me mandatarin e dytë, kemi mund të shkojmë zgjedhje me 14-in, dhe presim që me 21 dhjetor të shpallën zgjedhjet. Janë vetëm dy data, 21 dhe 28. Shohim se cila do të vendoset. Për faktin që pas zgjedhjeve të fundit, pas rezultatit jeni distancuar nga AOP, a presin që me pas problem nëse përket mirëbesimin me parti tjera? Ne nuk kemi distancuar, qëndrimi jonë, ne jemi grupi aksioni politik më i besueshëm këtë vend. Për shkak të ndershmërisë, konsistencës tonë politike, ju një gazetar dhe merrni e shikoni qëndrimet e gjitha grupeve politike edhe shihni konsistencën. 9 muaj para këtij kovendi, me gjithë përpjekjet tona për gjetur zgjidhje, jemi atakuar e jemi sharë nga lloj-lloj. Kanë deputet, grupe politike dhe jo ku jemi. Dhe ata nesër nuk ka rrugë tjetër përveç bashkëpunimit. Dhe ju do ta shihni mas zgjedhjeve. Këta të cilët kanë pas bërë blloqe nuk kanë rrugë tjetër përveç bashkëpunimit dhe ndërtimit të institucioneve. Mos bashkëpunimi, mos marrëveshja, mos ndërtimi marrëveshje politike që ku na ka sjell. Po shkojmë drejt zgjedhjeve me një kovend që për mua është i diskutueshëm i konstituar, që unë besoj që është shkel kushtetuta. Edhe këtu ku jemi, edhe këto arvati që kanë bërë deri tani, unë jam i bindur që kuvendi i Kosovës nuk është konstituar mbi bazën e kushtetutës, presim vendimin e gjykatës, si do ta shihni. Edhe unë besoj që sikur në gjykimet e kaluara, gjykata më ka dhënë drejt në qëndrimet e mia juridike dhe politike, jam i bindur që edhe këto do ta bëjmë. Kjo tregon që politika nuk bëhet me reakcion. Politika nuk bëhet me reagime, me idhrime, me ego. Ne kemi përgjegjësi para qytetarëve për të egove tona, me gjetë rrugë të bashkëpunimit, rrugë të cilat i japin mundësi dhe zgjidhje Kosovës. Sot po shkojmë zgjedhje sepse ata që kanë mujtë me dhënë zgjidhje Kosovës ose nuk kanë ditur, ose nuk kanë dashur, dhe s'kanë mujtë me kalu egon e tyre. Dhe presin qytetarët, pikërisht ata që kanë mundur ta bëjnë këtë zgjidhjen, nuk e kanë zgjidhur, ti ndeshkoj qytetari i Kosovës. Ne, siç thash, jemi natyra e koncepti jonë i ndërtimit dhe angazhimit politik është bashkëbisedimi. Unë qëndroj konsistent rreth saj, se di që rrugë tjetër s'ka, që ku erdhëm. Ata kanë marrë këtu ku jemi ne. Këni, kohëve të fundit kanë nisë dhe me zbut ka pak fjallë. Kështu që, çka do me thëmë këta? Kjo është vizioni im politik. Bashkëbisedimi, kompromisi, gjetja zgjidhjeve për vendin. Vizioni dhe mjeshtria politike është kur jeni në tavolinë, dini me dhënë zgjidhje problemit. Afroni e bashkoni njerëz që në shikimin e parë duken të pamundura. Dhe duke qenë ky vizion im i përhershëm, i angazhimit tim politik për vendin, duke pas parasysh që interesat partijake duhet mi shmangu kur është interesi i vendit, e me kalu mbi to, kjo është rruga që unë kam ndjekur dhe vazhdoj me ndjek. Jam i gatshëm të përgjigjem ftesave, të ulem, të pim kafe, të ndëgjoj ide, projektet, të secilët që më fton, dhe ndërsa vendimin se në cilën drejtim shkon nisma, e thash, nisma, nëse do të kemi një alternativë serioze, e cila siguron dhe jep shpresë për një qeveri së ndryshme, aty do të jetë nisma socialdemokrate, edhe me miku si që thatë ju, po kemi pi kafe, do të pim
kafe. Nga sot dhe ty tjetë do të pim kafe, mundoj çdo ditë. Pa tjetër, ne jemi në politikë, në beteja politike. Ky ka qenë vetëm një pjesë e deklarimit të kreut të nisme socialdemokrate Fatmir Limaj në